Kanë mbetur më pak se 24 orë nga mbyllja e aplikimeve për thirrjen e radhës së qendrës së rekrutimit, që u jep të rinjve dhe të rejave mundësinë për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Në prag të afatit përfundimtar, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu ka përsëritur thirrjen publike drejtuar të rinjve duke i ftuar ata të zgjedhin këtë rrugë, të cilën ai cilëson si një mision për kushtimi dhe nderi në shërbim të vendit. Përmes një mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, ministri theksoi se forcat e armatosura ofrojnë më shumë se një vend pune, duke u shndërruar në një mundësi reale për ndërtimin e një karriere të qëndrueshme dhe afatgjatë. Sipas Vengut, të rinjt që i bashkohen këtij institucioni përfitojnë një eksperiencë transformuese që ndikon jo vetëm në formimin profesional, por edhe në rritjen personale, disiplinën dhe përgjegjësinë qytetare. Ministri i Mbrojtjes nënvizoi se shërbimet në forcat e armatosura u jep të rinjve mundësinë për të ecur përpara në një mision të qartë, duke kontribuar drejt për drejt në sigurinë kombëtare, mbështetjen e komuniteteve të situata dhe përfaqësimin e vendit në misione ndërkombëtare. Ai shtoi se kjo rrugë është e hapur si për djemt ashtu dhe për vajzat, duke reflektuar angazhimin për barazi dhe përfshirje në strukturat e mbrojtjes. Thirrja e qendrës së rekrutimit synon të tërheqë të rinj të motivuar, të gatshëm për t'u trajtuar dhe për t'u trajnuar për të ndërtuar një të ardhme profesionale në shërbim të dheut. Afati i aplikimit mbyllet brenda pak orësh, ndërsa autoritetet u bëjnë apel të interesuarve që të mos e humbasin këtë mundësi, duke aplikuar brenda kohës së përcaktuar. Forcat e armatosura vijojnë të konsiderohen një nga institucionet kyçe të shtetit me rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë, menaxhimin e emergjencave dhe përmbushjen e angazhimeve ndërkombëtare.